Përshëndetje, në një intervistë për Radar kemi sot të ftuar këngëtarin e njohur Labinot Rexha. Çfarë ju shtyu që ju të bëni zhvendosjen nga psikologjia drejt muzikës, apo muzika ishte një talent i juaj? Jo, pikë së pari, ju falenderoj shumë për intervistën e juaj, për kohën e juaj dhe sigurisht që jam krenar që më ftoni në misionin e juaj të shikuar. Kënaqësia është e jona. Po, unë jam, domethënë, prej moshës 5, duke pasur parasysh që kam pas dhe babain edhe gjyshin. Po. Edhe ka ana e nënës, edhe ka ana e babait, gjithë kanë qenë muzicientët, muzikantët. Edhe sigurisht që në moshën 5 vjeçare unë nifem si një talent në familjen Rexha, në Rahovicin e Bukur në Kosovën e Shqipërisë. Po. Edhe sigurisht që unë kam vazhduar shkollën në derisa isha në shkollën fillore dhe vazhdova edhe shkollën private dhe asaj të urtit të muzikës, duke asur në një profesor shumë i mrekullueshëm sikur i ndjeri Jonus Mullavda dhe kam kryer shkollën e urtë dhe të mesme muzikës. Sigurisht që tani kam shku në Zvicër. Po. Edhe kam jetu atje dhe mbasi, domethënë 2 vjet para luftës kam kryer shkollë muzikës dhe 2 vjet mbas luftës me korrespondent edhe kam përfunduar shkollën e mesme muzikës. Tani, pas një kohe, sigurisht kam vazhdu dhe koncerte Brëmje Darsma në Zvicër, edhe këngë të reja, klipet e reja, e kështu me radhë, bashkëpunime të jashtëzakonshme që kam pas, edhe basi që kam hasur kam fituar dokumentat e rregullta të Zvicrës, unë pas një kohe kam regjistruar, nuk jam i talentuar Në këtë fushë, po. Në psikologji, por kam dash gjithmonë ta kem një shkollë më shumë sepse dituria derisa të jemi gjallë nuk ka fund. Dhe kam vazhdu bachelor në psikologji përgjithshme, kam përfunduar në psikologji përgjithshme, tani kam vazhduar master. Po. E tani jam përfundim masterit sepse kam vetëm temën e diplomës, po njëkohësisht kam vazhduar edhe muzikologjinë, domethënë kam vazhduar edhe muzikologjinë në fakultetin e kolegjit AAB-s në Prishtinë. Tani jam edhe një fakultet tjetër që jam duke përfunduar. Si që përmendëm në mesin e shumë të projekteve muzikore, cilin bashkëpunim do të vlerësonin si më të suksesshëm? Unë këngën më të suksesshme që nifem si Labinot Rexha është kënga e Rexhës, Po. që mjaft bukur e kam punuar me shumë aktor dhe regjisor të mirënjohur. Domethënë jam shumë krenar me atë këngë, kurse bashkëpunime, Po. Sigurisht që për mua është me këngëtarin që është perla shqipe i ndjeri Ismet Peja, por emri që më ka dhënë më shumë dhe që më ka ndihmuar në karrierën time është kënga e punuar nga vllau im Loni AK47, kënduar dhe bashkëpunim që kemi bërë me reperin e mirënjohur Sresi, Arkimet Lushaj. Po, Arkimet Lushaj. Vëllai juaj ka qenë pjesë e muzikës disa kohë më përpara, apo vijon në këtë treg? Jo, ai ka qenë shumë i njohur në treg, po tani bën vetëm videoklipe, edhe që nifet Loni 44, AK44, ka shumë këngë me Stresin dhe me shumë këngëtar të tjerë, por tani është një pauz si këngëtar, sepse ka projekte shumë që i punon videoklipe, punon mastering, ka studion e vet në Lausanne të Zvicrës, edhe punon shumë, edhe ashtu që më shumë përfiton për asaj dhe është më i qetë edhe nuk ka probleme dhe nuk ka tash e theme sikur dhe nuk është në qetësi në shpirtit vet, kështu me radhë. E kuptoj shumë mirë. Në deklaratat e mëparshme dhe në intervistat të realizuara më parë, ju keni përmendur rrugëtimin që keni patur me ishbanorin e Big Brotherit dhe artisten e njohur Josefin Markun nëpër klubet e natës në Zvicër. Si e kujtoni atë moment? Artisten e njohur tani, po nuk ka qenë kur kam qenë i njohur, ai s'ka ditë as me këndu. E tani mund të jetë i njohur falë Big Brother dhe falë pra domethënë këtë platformën të cilën e kanë mundësuar. Edhe i cili unë e kujtoj kujtimet e bukura, të mira, vetëm
her pas here kur kam qenë i lodhur sepse unë kam kënduar vetë weekend, kurse ai ka kënduar në diskotekë gjatë javën. Po. Edhe vetëm e baj mend disa weekende kur jam kon shumë i lodhur edhe kam fjet edhe unë aty ku e kanë edhe ata, ku kanë fjet ata në atë banesë. Vetëm e baj mend që natën u tremke, natën u çojke, nuk e di pse. Kur s'm ka ndodhur ashtu. Edhe na frigorike gjithë, këtë e baj mend. Përndryshe nuk them që është këngëtari ndër më i mirë, as nuk them që është këngëtari ndër më i keq, po në atë stilin e vet, malsor ka kënduar. Edhe gjithmonë problemi mendoj unë i Jozit, i Josefin Marku, se unë e nifem si Josefin, unë e njoh si Josefin Marku, nuk e njoh si Jozi. Po, po. Unë mendoj që ai nuk e ka problemin e këndimit apo e ka një mdhef të mbrëmshëm, sepse ne në muzikë çash na ka dhënë Zoti, muna me përmisu këndimin me duke kënduar çdo natë, po talenti ta jep Zoti dhe kërkush tjetër. Edhe problemin ai ka pas gjithmonë dhe e ka dhe sot mdhefin e ka fen, besimin. Edhe në diskotekë derisa jemi njoftur, kemi kënduar, ai gjithmonë e ka pas problemin këtë gjë, domethënë besimin islam. Ati ka pegu gjithmonë, bashkë kam biseduar para një jave me disa kolegë të mi të cilin kanë punuar më shumë se unë me atë, dhe gjithmonë e ka pas këtë problem. Domethënë, po unë nuk si çaj përket si person, unë nuk kam absolut asgjë të keqe me atë, e kam përkrah me gabimin e parë që ka bërë, sepse për mua nuk është djalë i keq, për mua nuk është çun që meriton këtë gjë që ka bërë, sepse përbes mu vjen keq që ka ndodhur kjo, sepse ishte në kulmin e karrierës vet, të cilën ai kishte jetuar shumë nga fusha e muzikës, nga kitërenti i muzikës, po e bëri një gjë, unë kërkoj nga gjesti edhe nga familja e tij që t'i japin mundësi që t'ia falin, edhe bëj apel do thotë që ta zgjasin dorën sepse ka disa kalamajt të cilën nuk e kanë përjetuar edhe nga ana e Kosovës edhe nga ana e shqiptarë të Shqipërisë, që nuk e kanë përjetuar luftën edhe fyen shajnë, po sa që edhe mu më shajnë, por edhe disa komente që i shoh o Serb, ata të cilën më thënë këtë gjë është shumë turpshme, sepse ata nuk e kanë përjetuar luftën, nuk e din çka do të thënë Serbi. Po të kishin përjetuar luftën nuk do të flasin as një sekond. Është shumë e lehtë tani ata që janë prodhuar mas vitit 2000, që Zoti ka kriju në këtë tokë, edhe nuk e kanë pas luftën, nuk e kanë pas një bela në rrugë, domethënë, edhe me fol për luftë për Serb, sepse është gjina me më thonë mu, o ti Serb ku ti unë, kur mu Serbët e okupatori Serb më kanë vrarë familjen, më kanë vrarë shumë, e posaçërisht edhe mu më kanë pas të okupuar, domethënë edhe unë kam qenë, mund të them i burgosur, por kur na kanë bllokuar tërë qytetin, edhe na kemi qenë të burgosur tërë qyteti i Rahovecit, edhe është qyteti i Rahovecit nihet që ndër më të parë Kosovë në vitin 1998 kur ka pas luftë. Qytetet e tjera kanë qenë pa luftë, fshatra kanë qenë në luftë. Pas vitit 1999 në Kosova ka qenë në luftë. Ama si qytet e flas është është qyteti i parë në Kosovë është Rahoveci, i cili ka pas luftë. Edhe është turpshme me më thonë mu Serb. A kupton disa kalamaj që është e papranueshme. Ju po thoni që keni marrë ofendime, kërcënime së fundmi apo gjatë këtyre viteve? Shumë. Jo, tani, domethënë mbas asaj ngjarjes. Tani në lidhje me ngjarjen e Josefin Markut? Po edhe pak për Luizin, sepse unë në AFE kam thënë që dhe për Luizin. Po, edhe jo, për Josefin Markun dhe për Luizin. Unë jam i diplomuar në muzikologjinë, edhe të ultën të mesme tani edhe fakultetin. Unë nuk kam shkollë tjetër, as nuk jam kardiolog, as nuk jam ginekolog, as nuk jam dietist. Unë në këtë fushë jam profesionist. Domethënë unë kapi ditarin dhe shkoj në shkollë dhe japi mësim nxënësve të rriturve të vegjelit, sepse kam këtë profesion të diplomuar dhe unë kam të drejtë me fol, se është fusha ime. Edhe unë disa këndon Luizi, unë disa këndon Jozi, unë disa këndon të tjerë dhe disa këndon Labino Tregja. A kupton, sepse unë kam studiuar për këtë fushë, studioj ende. E tani jo ky, jo ai, domethënë unë kam dhënë një koment, por aty është kaputur pak,
në një televizion të Kosovës të 7 më duket, edhe unë kam thënë që në fushën, në stilin pop folk, Gjesti ka talent shumë të madh dhe e ka domethënë trilera shumë të bukura ballkanike, të cilat përdoren të turqit, të greket, të romët, të ashkalijet, ne thojmë Kosovë, edhe ka tërfytjen e ka oriental. Kurse Luisi në fushën e vet, në këtë fushë është shumë i mirë. Është shumë më i mirë se shumë këngëtarë të tjerë. Por Luisi nuk mund t'ia upim atë edukat, atë kulturë, atë shkollim, atë fenomen që ka. Inteligjencë, sigurisht, por aty ishte dita ku do të votoheshin kush do të fiton, dhe unë isha në afekte, thash Gjesti është ndër më i miri, është 50% më i mirë se Luisi, po unë gabova aty që nuk e thash në fushën e pop folk. A kupton? Edhe kjo marr tani edhe ka marr disa ofendime të jashtëzakonshme. Tani në këtë fushë unë kam të drejtë me fol sepse unë jam profesionist, kështu që unë e di sa këndon, unë e di sa ka ta them sinqerisht, kërkoj ndjesë, në çdo koncert që kam pas me Luisin, kush ka kënu live, ka kënu playback. Pra ju po thoni që Gjesti është më i talentuar se Luisi. Fal, në them në stilin pop folk, nuk e thash në stilin gjitha stile. Sa i përket përplasjes së ndodhur së fundmi që ka bërë shumë bujë në rrjet midis Josefin Markut dhe Gjestit. Ai në fakt më ka eki pari follow kur është futur në Big Brother, që më ka ofendu shumë, që më ka arë shumë rënd, sepse ai din që kur s'ka pas emër se ka njoft as kushiu vet, as besoj as fisi vet se ka njoftu që këndon, edhe unë i kam ndihmu shumë atje në Zvicër, edhe kam fol fjalë më të mira te pronarët, i kam dhënë shpesh, i kam thënë, më ka lutur edhe me bëni bashkëpunim atje kur s'kam pranuar, sepse nuk ka qenë rangu im, sepse unë kam pas gjithmonë emër më të madh se ai, edhe kam edhe sot ata dasmor që më trasin mua, ata din se sa kam doj unë. Unë e kam brenda vitit, i kam 150 brëmje dhe darsma. Ceket faktin që Big Brother VIP Albania 4 i dha një famë të cilën ai e keq përdorej, le të themi. Po të kishte ditë me majt, edhe ai kishte qenë këngëtari ndër më i kërkuar për darsma, sepse din me këndu live. Po. Nuk është këngëtari i keq, domethënë me kry darsë, me kryen si çdo kush. Po. Edhe unë mendoj që ka bërë një gabim shumë fatal, që do t'i kushton mbi 10 vite për me kthy ato që e ka pasur. Jo ato që e ka fituar te Big Brother, po ato që e ka pasur, domethënë do të ketë shumë problem për me rikthy. Se unë e di vetë kur kam gabuar shumë, jetën time pa matur, pa ditur, edhe për zotin ka kushtu me jetë. Ka kushtu me jetë, domethënë ka kushtu karrierë me jetë. Kështu që Zofir Marku unë kurs pa emet kur ka këndu darsma. Në Zvicër kam këndu darsma unë, ai ka këndu në lokal aty, gjatë javës, gjatë javë, domethënë prej hënës deri të didhen, kurse pranë të shtunë unë kam qenë si special i ftuar çdo vikend. Edhe çaq, domethënë, kemi kënduar bashkë. Ka qenë ai çuni që këndon, ai din sa shumë të dua si pa temërve. Edi Beqiri. Po. Ai kur ka ardhur, ai ka qenë më i njohur se Josefini. Ata e kanë dashur më shumë publiku se Jozit nuk e ka njohur kërkush, Jozi ka ardhur me disa balerina që janë përditshme valltare. Edhe ka ardhur me ekip, domethënë për Shqipërisë, aq u tentu djali si çdo kush me formu sukses, me marr emër. U mundu gjithmonë, inshallah Zoti ja ndihmon, sepse nuk është, pse mos më thonë, edhe ai është shqiptar, edhe ai ka nevojë, gjithë kena nevojë për punë, gjithë kena nevojë, por atë që e bëri, unë e bëj apel, atë që e bëri atë gjest, e bëj apel, sepse nuk është e lehtë për çdo prindër me pa fëmijën e vet ashtu duke rrahur në një medium publik, edhe aq më pak që është Top Channel dhe gjatë asaj kohe kanë qenë miliona, besoj që mbi 2-3 milion shikues kanë qenë qatë moment, ka qenë shumë e dëmshme. Për atë, edhe unë besoj që aty ja la fitoren edhe që ka qenë fitore e Gjestit, por ka qenë pak pyetje do t'ja jep produksioni, as do t'ja jep, po unë mendoj që Josefin Marku ja la fitoren me qatë Gjestin. Me Gjestin e bërë, po. Po, domethënë. Kështu që ato lotët e krokodillit që dolën të Rozanës u pa në fund sa ishte Rozana, se as nuk dërhyri as Laerti, as Rozana, por u dërhyri Greta edhe Egli Tako, po.
Po bravo i qef të Gretës që nuk kam pas një farë edhe me të vërtet që unë kam qenë mos të ishte gjesti do të kisha dëshirë ta fitonte se Greta është një nën, edhe Rozana po ashtu, po kam qenë edhe për Gjebanin, më falni, sepse Domethënë mos ta fitonte Gjesti, ju mendoni që duhet ta fitonte Gjibani që e meritonte. Po pse jo, sepse mos ishte fare Gjesti aty, mendoj atin. Po Gjesti bëri një lojë mrekullueshme, bëri një lojë, po ai është edhe unë e njoh Gjestin personal, personalisht ai është edhe në jetën e përditshme është ashtu. Atin edhe kështu që domethënë sjellja e tij nuk është se ndryshon për shkak të kamerave apo monitorimit që bëhet. Unë kam kënduar edhe në studio, ai është ashtu, domethënë i lindur, i lehtë. I rob energjik, po. Po, gjithçka, domethënë pak më shumë bën gjeste kur është në studio, edhe pak më shumë, por vërtet që vjet melodike është i papam, domethënë vjelet er pas eri, ai në studio gjejke vija melodike për shumë këngëtar të tjerë. E kuptoj. Po ta kujtojmë pak, incidenti i ndodhur së fundmi midis Jozi dhe Gjestit, mbetet si incidenti i dytë i ndodhur në Big Brother VIP Albania 4. Incidenti i parë ka qenë një moment kur Jozi gjatë një bashkëbisedimi me Gjestin e ofendoi me një fjalë të pahishme, le të themi, e cila bëri bujë në përrjedh dhe madje produksioni në lidhje me këtë situatë mori vendimin që ta eliminojë Jozin nga gara. Pas pak ditësh, pasi kjo ngjarje ndodhi, pasi Jozi ofendoi Gjestin, në rrjet Jozi shfaqi pendes, madje kërkoi falje ndaj Gjestit. A mendoni se kjo kërkimfalje nga Jozi ishte false, duke qenë se ai shkaktoi një incident akoma më të rënd pak më vonë me Gjestin? Shiko, unë kam mbrojtur, pikërisht kam marrë mbi 5.000 kërcenime, sepse duke pas parasysh që kur u mbledhshin lek për një familjar ose Kosovë, ose Shqipëri, Maqedoni, pikërisht për shqiptar, edhe Jozi ka marrë pjesë në ndihma të ndryshme, 20 euro, 30 franga, kuti unë, edhe ne bëshim bashkë edhe ndihmojshim dikend. Edhe në Kosovë, tani nuk mund ta mohon kërkues sepse Zoti din që Jozi ka ndihmu. Edhe tash unë kam kërku, domethënë kam bën një status edhe kam kërku, domethënë edhe që e kam denu këtë rast, po e kam denu, po tani vllaui Jozit më ka thirrë, ti je shok, ti dush më na dhon për kraje. Tash, unë e baj mend që Jozi ka ndihmu, edhe Jozi më ka thirrë edhe vet me telefon, edhe kena folur tash, miku jam ke bëni gabim shumë të madh, po tha që gabova. Adin edhe unë e kam përkra, edhe besoni në atë status që e kam përkra, kam marrë mbi 7.000, 5.000 nuk e di, kërcenime për shqiptar të Kosovës, a kupton? Në incidentin e parë kur Jozi ofendoi Gjestin apo? Po, ashtu, po. Nuk e kam përkra, po e kam dhënë një farë, kam dash me dhënë një shembull që nuk duhet të vetëm njeri gabon, Zoti nuk gabon, njeri gabon. Domethënë ai ka qenë aty ku di unë, në afekt, ku di unë, ka gabu në ndikimin e nervave. Sigurisht gjithë ato kamera 7/24, e kështu që unë kam edhe mbas atij status edhe Jozi ka bërë repost edhe ka marrë shumë sharje, kërcenime, besa ka mup edhe disa darsma, besoj, por unë jam besnik ndaj shokut, ndaj Jaranit, ndaj familjarëve të Jozit, edhe nuk ja du të keqe për Zotin, sa keq po vjen. Unë kërkoj çdo ditë, lutem çdo ditë natë që ata të pajtohen, sepse nuk është mirë shqiptare me shqiptari të ketë përleshje edhe të kemi gjak mes nesh. Por era e dytë është e papranueshme, është e dënueshme, po kishte qenë edhe vllau im, edhe babi im, edhe nëna ime, edhe është e dënueshme, domethënë është diçka që nuk pranohet atë gjë që ka bëu. E pikërisht kur i thot një fjalë banale që nuk mes të kamerave, edhe mes të kamerave si thot kështu të thojza, kërkojnë ndjes, besoj që e boni me pip, ajo është e papranueshme. Edhe është diçka nuk ka ndodhur kur në mes të artistëve, në mes të sportistëve. Po bëj të gjitha, unë besoj që duhet shtrirje dorësh edhe kërkim faljesh, jo nga Gjesti, po pikërisht nga Jozi, edhe të ecim përpara, pse jo të kenë edhe një bashkëpunim ndoshta në kohën më afërme.
Një bashkëpunim midis Jozit dhe Gjestit. Po dëgjoj, nuk kemi bre armiqit, nuk kemi serb. Edhe mund të ndodh që bashkëpunimi të ecë madje. Kështu që nuk e di për zotin, por më vjen shumë diçka vjen shumë interesant nga Jozi, duke pas parasysh që Jozi ka dalë jashtë edhe ka pas sa publik ka, sa përkraje ka Gjesti, po. Se ta bën këtë të gjezë, më thonë, po t'isha unë në vendin e ti, do të bësha një strategji, një politikë të jashtëzakonshme, do t'i afrojsha shumë Gjestit, edhe pikërisht ai ka ditë që nuk mund të fiton, as nuk mund të shkon në finale. Po. Edhe unë kisha bo ndryshe strategji, ndryshe kisha bo, domethënë kisha lujtë lojën më ndryshe, më edhe isha afër Gjestit, sepse nuk duke pas parasysh gjitha të përkraje nga i vogli deri te i madhi, kështu që unë nuk e di si ka mundësinë njeri mbi 35 vjeç që e ka Jozi më shumë që të bën as i gabim, nuk e di, nuk e kuptoj, ende nuk mund ta kuptoj. Duke qenë se jemi te kjo situata, pasi Jozi e mori vesh se çfarë përkraje të madhe ka pati Gjesti më saktë gjatë rrugtimit të tij në Big Brother VIP Albania 4, dhe prap ndërmori një hap që me cilën rrezikoi le të themi deri diku karrierën e tij. Ju si një mik i vjetër i Jozit, a mendoni se Jozi është një person që karakterizohet nga egoja? Është shumë e vërtetë. Mund ta them që 100% është kjo. Nga xhelozia që dikush ta merr famë më shumë se ai, duke pas parasysh që ai këndon moti, kurse Gjesti nife tani. Po. Gjesti më falni, nife tani edhe mund të ndodhë edhe kjo, po nuk jam i sigurt që mund ta them edhe 100% që edhe nga egoja, sigurisht. Edhe hiperaktiviteti që e ka Jozi pak. Po. Edhe nervozitetin që e ka Jozi, kështu që mund të ndodhë, edhe jam i sigurt që ka gjasa që edhe kjo është ajo arsyeja e vetme. Edhe duke pasur që i ka pak inati që e ka edhe Daniel që e ka pas edhe të mendoja si Loredana, po ishte ajo e dashura. Po, Loredana, po. Duke pasur se është vërtet para një të dashurës vet që të jesh eliminuar, pak janë ato gjëra psikologjike, luajn rol aty, mend shku di unë, duke pasur parasysh që Jozi është edhe malsore kështu me radhë, janë disa gjëra që i rrin edhe bashkohen edhe ti bën diçka të del nga vetja edhe ti bën diçka që nuk e vetvetiu. Po mbi të gjitha, për zotin, nga zemra ja uroj sukses, edhe unë mund të më thirr kur të don, sepse unë jam i vetmi besoj miku më i mirë i tij, edhe për të keqen edhe për të mirën, sepse unë nuk dua armiqësi mes shqiptarëve, sidomos kemi edhe që komuniteti i muzikantësh është pak special mund të them në fjalën negative, sepse janë xhelozie të papame, të mbrëmshme dhe janë klane të ndryshme që nuk të japin me ecë përpara, po mbi të gjitha unë jam njeri i parë që mujt ja japi telefon, mujt ja ndihmoj gjysmë natës, sepse unë besoj ende që ai nuk është djalë i keq, po ka ndodhur ajo nga egoja e madhe. Nga egoja e lartë, po. Duke qenë se përmendëm pak romancën e ndodhur midis Jozit dhe Loredanës brenda Big Brotherit. A mendoni se ndjenjat nga ana e Loredanës ja zbutën sadopak karakterin apo ja shtuan akoma më shumë me egon Jozit? Unë mendoj që Loredana ka hequr dorë komplet nga Jozi, duke pasur parasysh se Loredana jeton në Itali, sa i di unë. Edhe ajo ka dëshirë të jetë e qetë, ka dëshirë të jetë evropiane, ka dëshirë të ketë një partner që e kupton, edhe me atë gestin e fundit që e bëri Jozi, ai nuk e humbi vetëm betejën në Big Brother, por humbi dhe Loredanën. E Loredanën, ja, kjo është. E kuptoj. Në një intervistë të bërë së fundmi për Top Channelin, ku është cekur pak edhe incidenti ndodhur midis Jozit dhe Gjestit, ju keni ngritur dyshime mbi produksionin e Big Brotherit. Do të dyshime lidhjen me ngjarjen, pra ju mendoni se produksioni i këtij formati ka qenë në dieni të ngjarjes apo diçka më shumë? Shiko, me gjiku dikën nuk është mirë, apo me qenë i dyshuar nuk është mirë, por me qenë gjithsesi janë disa indicje që po unë
unë mendoj që produksioni Big Brother ka, do të thënë, është e mundur për çdo çka të bën që si lojra, kështu që dyshimet janë jo vetëm nga unë, por nga shumë artist. Në fakt, që bas mbarimit të Big Brother Ripple 4, ku Gjesti u shpalla dhe fituesi këtij edicioni, të shumta kanë qenë gjykimet ndaj Gjestit. Ka marrë disa komente negative, le të themi, si njëri pa shkollë, se meritonte, i mungon inteligjenca. Si e komentoni këtë situatë? Inteligjenca i mungon, as i mungon, ai është më inteligjent tash për tash në shqiptari, mendoj, sepse edhe politikaj më të mëdhej, deri kriminalisti në detyrë në Kosovë flet fjalë të Gjestit. Kështu që vetëm shkolla nuk të bën njeriu. Edhe unë kam një ftesë edhe nga Big Brother Shqipëria, edhe nga Big Brother Kosova, edhe besoj se si vjet do jem në një platformë, në një format të tillë, ose Shqipëri ose Kosovë. Do jeni pjesë e kësaj platforme apo si ndonjë banor? Ndonjë banor, falni. Po. Çfarë surprize? Mezi presim që shohim. Po, me strategji të papame. Më mirë se Gjesti apo? Nuk e them më mirë se Gjesti, po kam histori më shumë se Gjesti. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Ju falenderojmë shumë për intervistën. Urojmë që së bashku të mbetemi në kontakt për një intervistë të dytë. Unë uroj që shqiptaria kur mos të jetë e ndarë, dhe kështu që të jetë gjithmonë e bashkuar, ta respektoni flamuri kombëtar, ta respektoni gjakun, ta respektoni mëmadheun, edhe ta respektoni po ashtu dhe flamurin e Kosovës, sepse edhe ai flamuri jon, edhe që është imponum, po mbi të gjitha është flamuri i Kosovës, shqiptarëve të Kosovës. Në fund të ditës Kosova dhe Shqipëria mbeten një. Ashtu baballarët e tanë kanë luftuar, prej Sabolitinit edhe deri te Adem Jashari.